Tri shenjat e besimit. Profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: kush beson në Allahun dhe në ditën e fundit, le të thotë fjalë të mira ose le të hesht. Kush beson në Allahun dhe në ditën e fundit, le ta nderoj fqinjin e tij. Dhe kush beson në Allahun dhe në ditën e fundit, le ta nderoj mysafirin e tij. Në këtë hadith, profeti ynë i dashur na mëson tri shenja të besimit të sinqert. E para, të flasësh mirë ose të heshtësh, sepse gjuha është pasqyrë e moralit. E dyta, të sillesh mirë me fqinjët, pasi respekti dhe dashuria mes fqinjve janë pjesë e besimit. E treta, të nderosh mysafirin, që është shenjë bujarie dhe zemërgjërsie. Mund të themi se ky hadith i profetit Muhammed përmbledh në pak fjalë sjelljen ideale të një besimtari.